Besoj se ke parë një video dje që ka qarkulluar këtë ditë me atë Luanin që ka fshon atë zotrin tek qafa. E keni parë? Është një video që parë. Ku ka ndodhur? Do njerëzit kanë filluar mbajnë si kafshë shtëpiake edhe Luan. I shku. Ja për të gjithë ndoshta e ka fshoi ke qafa. Futa ieri. Do ta përqafonte, ta puthte, ta lellatonte. Atëherë, me qëse ishit e ujku dhe... Jo mirë bërë, atëherë, unë mendoj kështu, që Luani nuk ka mundësi ti të krijosh habitat shtëpi. Luan, mbreti natyrës, nuk është mbreti shtëpisë. Por megjithatë, po që për mbret, është ujku mbret. Se ujku nuk futet ku në cirë. Po që për grad lirie, 24.0 grad, edhe unë ka pas sistem ujku, po më ka rënë, s'po gjej dodi, sepse duhet të jesh në Austri, aty i kanë blerë 2-3 sistema, po më kanë rënë. Ujku nuk futet në cirk, Luani futet në cirk. E qartë të kuptoj. Iku kjo. Tjetër, sa do ti ta edhe Luani që mbahet në kopshte zoologjike, është tmerrsh. Prapë edhe. Ariu në kopshte është tmerr, kundra, totalisht kundra. Se ai mbahet në rezervat, një rezervat 2 km me 2 km, 4 orë bie fjala. Po jo në shtëpi. Po jo mi vask. Sepse i tha ai akrepi më, e mori e shtoi atë bretkostën e cëmure, e mori e çoi nga bregu lumin breg tjetër. Edhe rrugës në lum, ti e hengri atë. Po thaj, bretkosa e shpëtoi e morin krah akrepin. Edhe masi e morin krah, e lanë në breg atje, e shpëtoi ai dhe i ta ngrënë. Po pse edhe unë shpëtova ti thaj. Shpëtova ti mua, po bëra detyrën dhe. Për detyra ime. Detyra ime dhe, unë atë kam detyrë dhe, të kapshoj dhe, të selmi dhe, edhe punë e Luanit. Ai ka bërë detyrën Luanit. Detyrën, pra asgjë nuk ka asgjë fare këtu. Nuk ka pse se ky është shati nga nëna Luan. Jo, absolutisht jo. Ti e ke marrë, e ke mbyllur atë, nuk kushte ka pasi, shtëpia ka pas. Po është e njëjta gjë mbyllë Shqiponin ka pas, por nuk mbyllet vetëm Kanarina ka pas. Bilbilin ka pas, por nuk mbyllet në bujë. Po mbyllet edhe Skënderbeu. Kafazi aty mbyllen në Skënderbeu, heroin ton kombëtar e mbyllin Kafaz. Herë pas here në sheshin Skënderbeu. Mirë bëndi që kalon nga një fush në një fush. Po, e tham Luani, tham ujkun, po ajo është më rënë akoma. Pyetja që u bëni me pisk, ti e ke me pisk pyetjen, unë do të përgjigjem pa pisk. Dakor? Ju keni përgjigjur kam pyetjen. Është dakord për këtë. Një nga gjërat më të shëmtuara që bëhen për këtë figurë, heroi, jo hero kombëtar, kujdes. Heroi europian. Ndjes, e vërtetë është kjo. E kemi thënë. Heroi europian sepse senatori, jo më jo në rregull ti më vllajt, edhe që ne e mësojmë në Jo, të lutem, jo, në rregull, shumë na mësoj. Jo më jo. Tash ndodhi që mos ishte Skënderbeu, po 25 vjet